pikërisht ashtu, gati se 20 vjetë si mjek, prej atyre gati se 13 vjetë si neurolog, por gati se çdo herë me pacientët dhe me problemet e tyre. Më thëmë, problemet e pacientëve janë komplet ndryshme prej punës që e kryen një ministër. Dhe më thëmë, këtu veç bisedojmë për një punë menaxhimi të administratës e cila mirret me komplet shëndetësisë. Dhe sinqerisht ju them, kur shkoj në ordinancë e vazhdoj të kontrolloj pacient çdo të mërkur gati se 5 orë, kënaqësi të madhe dhe destresim e kam kur ulem me pacientët e mi. Kurse këtu në administratë e kam stres të madh tash për tash. Gati se 3 muaj bëhen sikur që jam ministër, prej kur që jam ministër. Normalisht muajin e parë kisha shumë më të rëndë se sa muajin e tretë, kur veç ekipi im është i formsuar relativisht mirë. Jemi duke funksionuar dhe mendoj se do të japim maksimumin prej asaj që mund ta bëjmë ne. Si do perceptohet ajo prej popullatës, si alim kohës që të tregon. Por, si do qoftë, mendoj se është një prej ekipeve që me siguri më së shumti është munduar në sektorin e shëndetësisë. Përsëri e them, fjalën e fundit e ka populli dhe vlerësimi prej tyre, si do thonë se si shkon puna e ministrit dhe ministrisë e ekipit të Ministrisë së Shëndetësisë. Shumë pyetje e mirë, plot probleme. Domethënë, gati se nuk ekziston sistem shëndetësor. Komplet është i devastuar dhe i degeneruar. Çfarë më kuptoj me këtë? Thonë nuk ekziston pore e shëndetësisë ose një segment i shëndetësisë që funksionon ashtu si duhet. Me përjashtim të shëndetësisë primare dhe farmacive, të cilët në fakt janë të privatizuar. Dhe këtu na parashihet një pyetje e madhe. Si mundet në sistemin shëndetësor të Maqedonisë spitalet private, andi ku ka pronar spitalit të funksionojnë perfekt, si mundet farmacit të cilët janë kiraxhi në sistemin shëndetësor të funksionojnë perfekt, i dini apotekat i kemi si kur të shkoni në Gjermani, ashtu duket një apotek në Maqedoni. Si mundet mjekësia primare të funksionon shumë mirë, a është kiraxhi në sistemin shëndetësor, çfarë nuk funksionon, ajo që nuk është mirë, sistemi që ka, të them, është degeneru, ka dekompenzu, ajo është spitalet. Aty ku shtrihen pacientët, aty ku rrin pacientët, ato janë spitalet në mjekësinë sekundare dhe në mjekësinë terciare. Këto janë të vetmit segmentet të sistemit shëndetësor që nuk kanë pronar, të cilët janë në pronë të shtetit. Domethënë, problemi kryesor që e dallon sekundaren dhe terciaren prej primares është se primarja ka pronar, këto s'kan pronar. Dhe e dyta se atje rrogat janë 2 fish në primare, domethënë një mjek i përgjithshëm në Maqedoni merr gati se 2 fish ose 3 fish më shumë rrogë se sa një specialist apo një profesor universiteti. Domethënë edhe në ordinancat private ose spitalet private është e njëjtë. Sistemi dekompenzon, si arsye kryesore janë mungesa e mjekëve dhe mungesa e kuadrit të ekipit mjekësor, dhe sa paguajnë ato. Në të ardhmen duhet seriozisht si shtet të mendojmë për ta transformuar sistemin shëndetësor në ndonjë eventualisht partneritet ndërmjet privates dhe asaj që është publik. Po këtë si ide e kemi dhe e mendojmë. Sistemin shëndetësor, kisha deshur të them se më njëherë mbasi e mora detyrën angazhova agencion për të parë pakënaqësitë kryesore të cilët janë të pacientëve nga sistemi shëndetësor, sepse ka ankesa shumë. Dhe çfarë ishin poentat kryesore, pakënaqësitë e para ishte higjiena, pastërtia. Dhe më njëherë kemi marrë masa aq sa mundemi me këtë konstruksion financiar që të pastrojmë edhe qendrën klinike edhe spitalet tjera, bile është dërguar letra dhe disa herë është biseduar me shumicën e drejtorëve që të marrin masa maksimale për higjienën. E dyta ishte pakënaqësia për personelit të mesëm mjekësor, domethënë prej motrave dhe prej infermierëve, domethënë edhe prej punëtorëve tjerë të sistemit shëndetësor, sidomos ato të cilët punojnë në administratë. Pse është kështu? Sepse në spitalet private një motër ose një infermiere mbulon
5 deri 10 pacient, kurse te neve një motër medicinale mbulon 50 deri 60 pacient. Domethënë diferenca është e madhe dhe prandaj është pak kënaqësia, do duhet në periudhën e ardhshme të punojnë sa më shumë motra dhe sa më shumë mjek, që një mjek mos kontrollon 50 ose 40 pacientë në ditë, por të kontrollon 5-10 aq sa mundet edhe të ketë një liri kohore kur kontrollon. Ankesa e tretë ishte përveç higjienës dhe pakënaqësisë, ishte pakënaqësia prej sjelljes së mjekëve që pajtohen plotësisht për shkak të rrogave të ulta, për shkak të punës së tepër që bëjmë, për shkak të pakënaqësive nga kushtet ku punojnë mjekët, prandaj edhe ka një pakënaqësi e pacientëve prej mjeku sepse ajo reflektohet. Nuk mund të kemi pacient të kënaqur kur kemi mjek të pakënaqur, sepse këtu kemi një refleksion të ndërsjellë ndërmjet atyre. Dhe pakënaqësia e katërt, e cila mendoj se nuk është e vërtetë, është pritja e pacientëve për të shkuar te specialisti edhe për të caktuar metoda të caktuara. Mendoj se kjo është, ne jemi lider në pritje të ulët, të shpejt, të me thënë mbrim në aparate, në qoftë se duhet magnet rezonans të bëhet në Beograd, duhet të pritet 3 muaj, në Maqedoni pritet 1 muaj e gjysmë. Në qoftë se duhet elektromiografi në Ljubljana, pritet 6 muaj, këtu pritet 2 muaj e gjysmë. Do thënë jemi lider regional për pritje të shkurt të pacientëve, për metoda dhe për kontrollat e caktuara. Është e vërtetë se problemi i madh i sistemit shëndetësor ose shumica e kuadrit edhe atë të mirë, kuadrit më të mirë nga fakulteti mjekësisë shkojnë dhe dalin për jashtë. Për Maqedoninë është shok i madh që 200 mjek në popullat prej 2 milioni në vit të hikin prej shtetit. Parafërsisht 5 vitet e kaluara kanë hikur parafërsisht 1000 mjek, që është numër shumë i madh për Republikën e Maqedonisë dhe s'mund ta duron këtë stres, duke e marrë parasysh se kemi kuadër i cili është i moshuar, kuadër i cili pensionohet, kështu dal nga dal dobësohet shumë në sasi dhe në kualitet dhe në cilësi normalisht kuadri mjekësor. Çfarë do bëjmë? Domethënë veç jemi duke përgatitur një paqet masash, të cilët do u afrohen të rive, të cilët studiojnë dhe specializojnë në Maqedoni. Çfarë do jetë ai paket i masave? Domethënë e ndëgjoni se disa prej provimeve të cilat e komplikojnë dhe janë vetëm improvizime në sistemin e studimit dhe specializimit të tyre, dal nga dal i hekim. Flas për provimin intermedier. Veç me fakultetin e mjekësisë dhe me odën e mjekëve bisedojmë si të hapim hapësirë më të madhe për punësim të mjekëve dhe për specializim të menjëhershëm të atyre, me vetmin qëllim që t'i lidhim prej këtu. Veç jemi duke biseduar me shumë qendra europiane dhe jashtë Europës dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një pjesë e mjekëve të mos ikin komplet prej këtu, të shkojnë në qëndrime 3 mujore, 6 mujore, 1 vjetëshe, që pastaj me përvojat që i marrin prej atje të kthehen përsëri këtu. Normalisht me gjithë qeverin bisedojmë për rritjen e pagesave të kujdestarisë së mjekëve, domethënë mos marrin një mjek për një kujdestari 10 euro, por ta rrisim ashtu si duhet. Normalisht atë negociojmë me sindikatën dhe me kryeministrin dhe me ministrin e finansave. Bisedojmë të gjithë mjekët të cilët janë në specializim, të cilët bëjnë një punë të madhe në klinikat, kur të nisin specializimin në klinika, mos jenë pa pagesë. Po gjatë qëndrimit të tyre nëpër klinika, të kenë pagesë të caktuar dhe mbasi e mbarojnë specializimin, normalisht atje ku punësojnë, atje e marrin pagën. Do të thënë këto janë disa masa të cilët do i ndërmarrim me të vetmin qëllim që kuadri ynë mjekësor mos ikën në Maqedoni. Ndryshimet veç mund t'i shohin mjekët, ka ndryshimet të cilët normalisht ndryshimet do ndalin dal nga dal. Në mjekësinë terciare mjeku mund të zgjedhën periudhën sa do kontrollojë pacientin. Mundet prej 15 minutave deri 30 minuta, deri 45 minuta, m'falni. Disa specialistë mund të zgjedhin një kontroll të zgjatëm 45 minuta. Unë shpresoj që kolegët e mi nuk do ta keqpërdorin këtë, do ta përdorin atje ku duhet më gjatë do ta shfrytëzojnë kontrollin, atje ku është më shkurt. Kështu që planifikimi mesatar i një kontrolli që ishte 15 minutash në qendrën klinike do zgjasë 30 minuta, në mjekësi sekundare do jetë 20 minuta. Që mendoj se është një avansim i kohës për ta kontrolluar pacientin. Normalisht me këtë edhe do kufizohet
numri i kontrollave që mund të bëhen një mjek. Domethënë për 8 orë pune, mjeku mund të kontrollon maksimum 16 pacient, që është një numër i pranueshëm për shumicën e kolegëve. Normalisht këto ndryshime i bëm në bashkëpunim me ato. Po në sistemin e terminit tim, gjithashtu e kemi ndryshuar edhe pagesën sipas punës që ishte, domethënë të gjithë mjekët do paguhen 100%, se atë kanë të drejtë kushtetutare të kenë rrogën për atë që kanë kryer fakultet, dhe do mendojmë për mënyrën se si ti shpërblejmë disa mjekë të cilët do punojnë më së shumti. Domethënë, kartonat e kaltër janë lëshuar prej fondit shëndetësor të Maqedonisë. Dje kisha takim me drejtorët e fondit shëndetësor të Maqedonisë dhe u tregova se një mail është lëshuar nëpër farmacitë dhe nëpër ambulantat e përgjithshme për të lëshuar kartonat e kaltër. Ato veç do marrin masa të gjejnë kush është në pjesën e farmacisë e cila ka lëshuar një mail të tillë. Shpresoj se ato do ta gjejnë dhe do të japin dënimin punëtorit i cili e ka bërë këtë me qëllim me siguri. Çfarë është problemi i kartelave? Kartelat kanë nisur, ideja e kartelave 2010, realizimi i parë i tyre ka nisur në qershor të 2012 dhe kanë marrë certifikat për çipin e kartelave të zgjatën vetëm 5 vjet. Dhe këto kartela normalisht deri ka fundi vitit nisin të uskadon afati, edhe pse këto kartela asnjëherë nuk hyrën në fuqi të përdoren ashtu si duhet. Domethënë, sistemi i përdorimit të kartelesh është vetëm se aty qëndron një numër, i cili është numri vetëm i personit i cili ka sigurim shëndetësor, të cilën çdo mjek në të gjitha nivele, duke nisur prej farmacive, mjekët primar, sekondar, terciar, munden ta verifikojnë atë numrin e vetëm dhe sigurimin shëndetësor të pacientit nëpërmjet një programi online i cili është i realizueshëm me programe të cilat i përdorin me moj termin. Domethënë, kartelat të cilat shkojnë pacientët u shërben vetëm për numrin, asgjë tjetër prej çipit nuk përdoret. Po çfarë bëjmë me këtë? Domethënë, kjo nuk është afat, dënisin edhe kartelat tjera tu kalon afat. Nga fundi i vitit planifikohet se diku 200.000.000 njerëz nuk do kenë kartela, ose kartelave do kalon çipi. Po përsëri duhet ta riktheksoj. Ai çip as pak nuk përdoret, vetëm numri përdoret. Çfarë jemi duke menduar? Jemi duke menduar, dje kisha takim me ministrin e punëve të brendshëm, me terminin tim, me fondin e shëndetësisë dhe me Ministrin për informatik dhe shoqëri informative dhe bisedum për një zgjedhje afatgjatë, cila është një prej opsioneve për zgjedhje afatgjatë, është që të bëjmë letrat e njoftimit të kenë edhe numrin, këtë që kemi numrin e sigurimit, numrin e vetëm të sigurimit, por e mendum se aty do ja paraqitet problemi i fëmijëve prej 0 deri 18 vjet, se ato nuk kanë letrat e njoftimit. E bisedum edhe opsionin se ka plot shtete në Bashkinë Evropiane ku fëmijët prej kur lindin pasi që kanë numrin e vetëm të amzës mund të kenë edhe letra njoftimi, por e keni parasysh se në ato letra njoftimi fizionimi e fëmijëve ndryshon shumë shpesh. Në 2 vjet, në 7 vjet ato dallojnë shumë. Edhe kjo nuk do ishte zgjedhje optimale. Çfarë vendosëm në afat të gjatë të formojmë komision interresor prej 3 ministrive, domethënë shëndetësia, Ministria për Informatik dhe Ministria e Punëve të Brendshme, të mendojnë këtë opsionin e letrës njoftimit, që të vlen aty të jetë edhe numri i vetëm i sigurimit, i siguruesit, i të siguruarit, dhe të mendohet opsioni për periudhën kalimtare, domethënë të sigurojmë kartelat të cilët do e zaventojshin kartelen momentale. Do ta shohim, unë angazhova veç ekip prej profesorëve prej Finkit, prej terminit tim, njerëz të informatikës prej fondit të shëndetësisë, të ulen dhe të na tregojnë cila do ishte opsioni më i mirë. Deri fund të vitit ju garantoj se nuk do ketë asnjë farë problemi në funksionimin e kartelave aktuale që i ka. Normalisht edhe në kartelat aktuale, në qoftë se e shihni pas shkruan se çdo i siguruar çdo herë kur ka kartelën duhet të ketë me vete edhe një dokument tjetër i cili do e vërteton identitetin e personit të caktuar. Kështu që jemi duke punuar dhe shpresoj se deri vit të ri të gjejmë një zgjedhje e cila do jetë më afatgjatë për kartelat elektronike, me nisjen e përdorimit të atyre kartelave të reja, me siguri nuk do kemi as recet, as udhëzim, as një letër në
Po, shumë pyetje e mirë edhe kjo, se ekzistojnë shumë dyshime. Unë nënshkrua prej ministrit të kaluar kur ishte edhe deputet edhe ministr. Disi shumë u shpejtua të nënshkruhet ajo kontratë. Që nuk ndërtohet qendër klinike. Është e pavërtet, do me thëmë besim plot ndërtesa të qendrës klinike, ndërtohet vetëm ndërtesa e internos. Do me thëmë, kjo ndërtesë që është e vjetra internos, ajo revokohet në këtë pjesë. Ginekologjia mbetet, kirurgjia mbetet, onkologjia mbetet, infektologjia mbetet, pediatria mbetet. Plot ndërtesa këtu mbeten të funksionojnë, kardiologjia mbetet. Do me thëmë, ndërtohet vetëm një ndërtesa e vjetra internos e cila është ndërtuar para tërmetit. Çfarë është ideja? Ideja është se harxhohen shumë pare, do me thëmë parafërsisht 70 milion prej kredis, edhe dikun 80 milion pare bugjetorit, që janë gjithësit 150 milion euro. Në qoftë se hyjnë aty 5 deri 10 kamion, tash në qoftë se hyjnë qendër klinike, keni problem të hyjni. Në qoftë se hyjnë 5-10 kamiona të ndërtohet aty, dhe jetë problem. Ne kërkuam prej bankës e cila ka siguruar kredin, se të kemi parasysh se deri tash janë bërë 7 milion euro harxhime për projektet për ta nisë ndërtimin. Projekti ka nisë 2010-ën, realizimi nisën tash. Në qoftë se e prishim kontratën, shkojnë edhe 3 milion euro pse e prishim. Do të thonë gjithsej 10 milion euro hupi. A paguhet kështu të bëhet? Do të thonë të gjitha këto kërkum një grant me cila do sigurohet prej Bashkisë Evropiane, se edhe hupet rejtingu i Maqedonisë në qoftë se e prishim kontratën. Që ta angazhojmë një firmë kredibile prej Bashkisë Evropiane ose prej institucioneve ndërkombëtare të bëjnë një studim. A i paguhet Maqedonisë më shumë të prishën kontratën, a i paguhet më shumë të nisën të mendon për qendër klinike të re. Sido qoftë, ideja ime si mjek i cili punon këtu, jo si ministër, është të bëhet një redukim i atij kreditit. Mos harxhohet 150 milion, ta bëjmë 30 ose 40 milion, në qoftë se mundemi ta bëjmë. Ta bëjmë një qendër urgjente aty, edhe të jetë një qendër diagnostifikuese me 2-3 salla të vogla. Në qoftë se mundet mos harxojnë, këtu janë paret e qytetarëve, këtu janë paret të fëmijëve tonë të cilët do t'i pagujmë. Në qoftë se mund të redukohet kështu dhe njëkohësisht të niset të mendohet për qendër klinike të re, kjo do ishte ideale. Por unë do ja lejoj me grantin që do të fitojmë që të bën një institucion kredibil ndërkombëtar vlerësimin. Në çfarë rrugë duhet të shkojë ndërtimi i qendrës klinike. Në qoftë se ato më sjellin dokument me të cilën do vërtetojnë se më mirë është tash të ndërtohet kështu dhe njëkohësisht të mendohet për qendër klinike, ashtu do veprojmë. Në qoftë se ato vendosin që më mirë është të ndërtohet një ndërtesë 3-4 dhe një pjesë e pareve, menjëherë të niset procedura për ndërtimin e qendrës klinike, unë ashtu do veproj. Në qoftë se thonë se as pak duhet të ndërtohet, duhet të prishet ky projekt dhe të bëhet vërtetëse re, ashtu do e bëjmë. Do të thonë do ta pres për një institucionit i cili do më japë këshilla si të vazhdojmë aty.